Komuna e Gostivarit ka bërë homazhe dhe ka vendosur lule në kujtim të viktimave nga zjarri në diskotekën Puls në Koçan. Homazhet u zhvilluan në sheshin e qytetit të Gostivarit, ndërsa ceremonia drejtohej nga vetë kryetari Valbon Limani, i cili i shoqëroi nga këshilltar komunal, drejtues institucionesh në nivel lokal, deputet dhe 10 nxënës të shkollave të mesme. Homazhi filloi me 1 minutë heshtje, ndërsa më vonë u vendosën edhe lulet nga të pranishmit. Në këto momente të vështira, kryetari i komunës së Gostivarit ka uruar që raste tragjike si ai në Koçan mos të ndodhin më. Ai tha se së bashku të gjithë ndajmë dhimbjen e solidaritetit dhe se lutjet dhe mendimet tona janë bashkë me ato të familjeve të viktimave dhe të lënduarve. Ja, sot gjendemi këtu në qendër të qytetit të Gostivarit, në një marsh ku thirrat të gjithë qytetarët, këshilltarët komunal, të dërgojmë një mesazh dhe në të njëjtën kohë të solidarizohemi dhe të ngushëllojmë të gjithë familjet të cilat kishin viktima në këtë rast tragjik, por gjithashtu të dërgojmë edhe mesazhe për shërim sa më të shpejtë të gjithë të lënduarve nga ky rast tragjik. Urojmë dhe shpresojmë që të mblidhemi kështu në të ardhmen veç për gjëra dhe punë të mira, jo për rastet këtilla. Nxënësit e shkollave që u bashkangjitën homazheve shoqëroheshin me pankarta në duar me mesazhe mbi dhimbjen e përbashkët, por edhe mesazhe për shtetin për tragjedinë në Koçan. Tumime të ngjashme sot janë mbajtur edhe në qytete të tjera të Maqedonisë. Ndryshe nga zjarri i rënë në diskotekën Puls në Koçan, jetën e humbën 59 të rinj, ndërsa mbi 150 u plagosën.